nga 2013 ju kemi mundur çdo vit e më thellë. 2013, në 2017 shtuam 50.000 vota, pastaj në 2021 shtuam edhe 20.000 vota tjera, dhe për të ardhur në një rezultat historik, si që është ai 2025-ës me 856.177 vota. Dhe unë e kuptoj që ju problemin nuk e keni me ne. U a thash pak më parë, ju problemin e keni se në 2025-ën keni marrë më pak vota se në 2021. Edhe pse futët brenda vetes, edhe ç'kishte mbetur nga kockat e babalikes, edhe pse futët brenda vetes lloj-lloj, edhe gjeniun e ri të futbollit ndërkombëtar Sel Jenisheri, të cilin ju lutem na gjeni në numër kontakti që t'ja japim Silvinjos, se mund na japi në skem të papame, se me që skema e zgjedhjeve nuk ju funksionoi, të paktën ta përdorim për të fituar neshjen me Serbinë. Hej Zot! Hej Zot! Edhe u pas kemi ne fajin ju. O flamur, 529.000 vota bashkë me votat diasporës ka marrë partia jote bashkë me madhështorët e tjerë. Ku i keni humbur? Ku ju shkuan? Shkoni më bëni, unë e di që ju i shmangni analizës tuaj të brendshme. E kuptoj këtë gjë, është strategjia më e mirë për të mbuluar humbjen, është mos pranosh rezultatin. Kjo nuk është lajm. Prisi yt legjendar këtë gjë e ka bërë me radhë nga 1997-a. Pastaj në 2000-shin, pastaj në 2001-shin, në 2003-shin. Kryeministri në detyrë në 2013-ën dilte në konferencë për shtyp dhe thoshte më votën zgjedhjet. A është kështu apo jo? Se ke qenë ministri i brendshëm. Ishe ministri i brendshëm i Saliut në 2013-ën, doli dhe tha më votën zgjedhjet. Aleanca e qelbësirave. Pastaj me radhë 2015-ën, pastaj mësoj Lulin, dhe unë kujtoja se Luli thoshte nga vetja këto që pas çdo humbje lufta vazhdon. Ku dia unë se ja pas ka mësuar Saliu Lulit këtë lufta vazhdon? Po ma ka thënë gazi se kemi qenë bashkë. Ku na ka thënë? Patjetër, ma ka thënë. Po, patjetër. Pse qeshti flamur? Ma ka thënë pra. Po tash se kuptoj që keni mirë. Dëgjoj, e di çdo shohim ne. E dini shtat. Mos flisni nga vendi. Ndodhi, ju nuk e keni imagjinuar dot.